realizua që në vitin 2024. Tu është vendimi i Këshillit të Ministrave që prolla jote është sponsruar për interes publik. Ti bashku me disa të tjerë që kanë qenë. Tu është e tabela ku ka dalë vlerat për kace, Lein Ferik Tahiri, sipërfaqja e tokës që të është marrë 8372 metra dhe pemët që të janë vlerësuar. Dhe në total ke një shumë prej 45.907.000 lekë të vjetë që të ka dalë. Njëkohësisht, ky është vendimi i Këshillit të Ministrave, të ka ardhur njoftimi nga Njësia Administrative e Forcës që në datën 27/8/2024, ku vendjeni të gjitha familjet ku është marrë prona me vendimin e Këshillit të Ministrave për interes publik. Në këtë rast kemi të bëjmë me Vareza. Iko kjo. Të ka ardhur njoftimi nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë nga Agjencia Shtetërore për Shpronësim. Në datën 31/5/2024, ku të vendjeni që prona jote do kaloj për shpronësim. Ju këtu vetë keni firmosur, thoni nuk jam dakord, Lein Tahiri. Është çështje tjetër. Kjo është dhe harta e miratuar, ku ndodhe dhe pasuria juaj. Ke dokument tjetër? Po këto janë dokument, shtetërore këto janë. Ke tjetër për thënë? Jo, këto kishim. Të ndalova gjë unë? Jo. Një rri qëtë të ndalë. Po. Vetëm jam qëtë. Po pra, thuaj. Tani unë jam Lein Tahiri. Kam lindur në Banus në Mbyt. Kam lindur në një vend të bekuar, po një shtet të mallkuar. Mua me bet pa drejtësi nga bashkia. Më prish qetësim familjare, përdor paratë e shtetit, flamurin e shtetit shqiptar, armët e shtetit shqiptar, për të zënë fëmijët e mi në shtëpi. Unë kam dokumenta. Unë po ngre flamur e bardhë. Unë kam dokumenta. Zotri, unë kam dhënë në arshivët me datë. Jam me datë këtu, që kjo toka ime nuk është për Vareza. Ja pra Mendosja, toka ime është këtu. Toka ime është kjo. Kjo këtu është reparti ushtarak, kjo ka një firmë me një vull në data e shu, që toka ime nuk është në plan për të rullë Varezësh. Një. Nuk ka qenë për kaluar. Një. Po. E dyta. Unë kam një certifikat familjare. Tani problemi... Dëgjo, unë s'mund të merre me histori. Tani problemi është i tillë, o zotëri, problemi është i tillë. Nuk po ta mohon njeri pronën. Është shpronësimi, ke marrë djeni? Gjo mu këtu. Ke marrë djeni? Unë ka djeni? filluar në luftën me bashkinë, jo kur thot ai zotëria. Ore, të kam Unë kam vënë... një fletë thirrje për gjyq. Dëgjot. Ka datë. Po. Ka datë. Po. Ka vajtë në gjyq. Ja ku është 2. Unë kam një plan vendosje. Këtë repart ushtarak. Shoku me qedh, ja ka marrë babaj tim. Ore, shiko. Avash. Tani, bashkia nuk po thotë që ti s'ke pronë. Po thotë që po të shpronë. Unë kam dokumente në arshivat e shtetit, që jam pronant e toka. Unë kam certifikat pronësie. Nuk të kam uar njeri. Zotri, ti i bashkisë hajtu. Do ta lexosh me zë. Çfarë është kjo dokument? Ja, lexoj. Ka ardhur te toka ime ti. Lexosh me zë. Me zë, ta dëgjojnë tërë. Do bëj poezi o Lein. Nuk është poezi, kjo është drejtësi. Të lutem, unë merrem me dokumenta. Unë nuk kërkoj nga bashkia Lëmosh. Unë nuk kërkoj nga Kuvendi Popullor Lëmosh. Unë nuk kërkoj nga Kuvendi Popullor, unë kërkoj drejtësi. Unë s'po kërkoj nuse për djalin.
unë përkoj qetësi. Këta zotrin kanë ardhur për prishi qetësinë. Unë kam Tani, o zotri, tani, ju tokën e keni me... Se po të lagësh, të lutem. Mos të prishni Ju tokën e keni me dokumenta. Jeni dakord me çfarë çmimi po u shpërndëson shteti? Jeni dakord me çmimin që shpërndëson shteti? Këtu nuk bëhet llogari për para. Ato 40.000 euro që jep shteti, unë ja bie tani bashkistin. Tani. Sa është sipërfaqja e tokës që po merr Toka shteti? ime nuk është 8.300 metra. Toka ime është 10.300 metra katror. Unë nuk kam mbjell gorricat e toka. Unë kam mbjell ullir. Kur më buri thikun ngurmas ushta i grek. Ka me thikun ngurmas ushta i grek kam marrë këtu. Tani shteti po u shpërndëson vetëm për tokën, jo për ullin? Shteti nuk nga dhënë një dokument zyrtar. Ato dokumenta ka dërguar edhe ato, ishe i deura i bota që firmoson. Që Ishe i deur bota apo juve? ai ishe i deur. Dhe unë për mos bësh me të, hajde firmos. Nuk kam dokument zyrtar. Unë Tani çfarë pretendoni? pretendimi im është drejtësi. Tokë ka 25 hektar tokë bosh. Po. Ja ku janë atje, Ka toka bosh, ka toka në vend tjetër bashkia plot. Më konversoj, të rinë fëmijët e mi të qetë, të rinë kalamajt e mi të qetë, shokët e mi të rinë të qetë, edhe bashkia të vazhdoj punë. Unë e jap tokën. Nuk e kam rënë sot. Po kam Rrugë jote po. më serni mirë një pronë. Jo, ke gabim. Ti ka gabim unë ashtu. Po do vetëm. E ke gabim për stikën që marrë. Ora ku më thënë mua unë nuk po të jetoj me. me. Jam inspektori zonë, të gjithë atje Ora, zgjidhje unë kemi nuk ligj. dua. I kemi ligj, zgjidhje me ligj. Me thika nuk mbahet, është Ora. armë ftohtë. Bile do të ndaloj unë tani që ke armë me vete. Ora Armë unë ftohtë. unë të bëra hap Dhe bile mirë çoj konversionet. me vrim. Hajde him për makinë. Vrim, hajde vrim. Unë po them na vrim. Ti ke vazhdoni me këtë komisariat, se me thika armë ajo është armë. Jo, unë po them- Është armë që nuk ka jo të bash. Meri te Meri, Foti këtu në... atë mund të bësh një gjë, mund ta marrësh tani ne jemi këtu, të mund të kujtosh aty matan, pse la me thikën me vete, pse me thikën me vete. Jo, në komisariat aty bashkë me armë ftohtë. Hajde, unë vetë. Po. Jo, po përgjigj. Jo, nuk të lejohet. Po përgjigj po vit na Me do vaja nuk të lejohet, të lutem. Iga, ty zgjidhim atje në komisariat.